Presim kush do të vi tani. Ja ku po vjen ajo, studio 14, Adela. Vjen Adela jon me lajmet e saj që do t'i zbulojmë bashkë. Eja moja Adela, Po pas ka marrë malli për ju të dy. Mirë ty që të kisha për te Oqeanit, po dhe për Erionin. Erdha shpejt, nuk bëja gjatë. Po hanjer. Dëgjo, po si më kishte humbur mua që se kisha dëgjuar Erionin në dialekt vlonjat. Po ai është versioni ju të më seksi, more, po ti dike edhe me qenë seksi. Ç'është kjo ofertë kështu në studio? Vërtet. Sa kisha ditur, e kisha bërur. Bile sa ka i thonë, e kisha bënur. Po ti mund ta kishe bërur dhe tani prapë. Jo, tani jemi në emision. Do filloj ta bëj pasi të dal nga studio, se është e premte sot, e dim se si funksionon e premtja. Se imagjinoj e premte sikur shkon, e premte ka kuptim. E ka kuptim. Unë zakonisht jam fan se dialektit verior, po se që më bërë një tak kur ky foli kështu vlonjaqe, thash... Po se nuk i ke njërë vlonjaqe ti pra, ndaj, grupi ti kjo, vazhdoni se se ka problema. Qa të vlajtë? Po shikon nëse jo të emisionin tani? Ta kam thënë që nuk shikone, vetëm vjeri me vjerë. Vetëm vjerët, i përshëndesim. Po, i përshëndesim. Dëgjo, kemi lajme të lezetshme sot. Po, gjithmonë po tash e ke patur ti, kur i ke patur ndryshe. Të pyes ku jeni, do ju pyesja ku jeni zgjuar, po shumë private. Kur jeni zgjuar sot? Unë jam zgjuar në orën 6, se po vjen akoma me orarin, po. 6, për shkak se si e mësuar me orarin, po si e ke orën e zakonshme? Ora e zakonshme është ora 7:30. 7:30. Po ti Erion? Jam inteligjente. Në 7 pa ca më këndon gjeli në kokë. Alu madhe ti, me këta gjela. A i gjeli ynë francez? Gjeli francez. Gjeli francez? është Morisi nga Franca. Po që zgjimi para orës 10, ose më saktë të shkuarit në punë, para orës 10, është konsideruar si një torturë për trupin dhe për mendjen. Zyrtarish, shkencërish nga një studim i fundit. Pra, thonë Dembele thua ti. Unë që nga më viktimë, i zëmra. Po punë të mira bëjnë në mëgjes. është provuar shkencërisht që seksi më i mirë është në orën 5 të mëngjesit. Jo, po në 4. Po tjetër. Edhe vetë blenë gjë. Do ta thota Adela këtë lajmin. Ja të tjetër, ja më fal. Jo, unë tani po bës veten. Nam kafe njerëz se o zot si më ka zgjuar sot. Të ka zgjuar? O zot namnami? Namnami, nuk e di me nam. Ma jep një nam-nam, se të premte dhe unë dua kështu të shpërthej. Energji. Po, do thoja tjetër gjë. E para Ornela, jam shumë kurioze kush është ky shkencëtari që ka thënë këtë gjë në muhabetin e seksit të mëngjesit. Do ta bësh javës tjetër ti. Do bëj javës tjetër, okay. Dhe së dyti ti që thua viktim. Ti mendon që ke qenë viktim gjithë jetën? Jo, ka shpejt. Viktim besoj ke qenë Erion. Në fakt ditur që i vogël këtë. Ç'a dihet ti që i vogël? Po, këtë që thua ti, që s'duhet të zgjehesh në mëngjes. Po pse se ke zbatuar? Po, s'më lip e babi. Dëgjo, ne na pas kanë mashtruar si duket që punët e mira bën që mëngjes, na pas kanë mashtruar që duhet me u zgju herët, që ta vësh ditën para, se ky është lajm që ka qarkulluar gjithandej dhe se sa i vërtet është ose jo, do votoni ju të dy. Ti Ornela ç'a mendon? Unë po bëj kafen. Okej, ti mos mendo për momentin. Erion ti e beson qeveria për shembull që të punat fillojnë në orën 10. Si t'ja bëjmë ne? Po kush do i driti zinxhirët pastaj në përgjith kafet që janë të shqiptarëve? Faleminderit. Qa është kur derdhet Firxhani? Merlek. Merlek? Që këtu vjen aroma. Vjen aroma? Që këtu, ja, që këtu. Unë tani e ka mundin të lekët, që aroma? Unë e ka mundin të kafe tani. Të kafe dhe të lekët. Hajde, servirim kështu. Unë e besoj, Ja gëzuar, bëhet gëzuar me kafe apo jo? Unë e besoj si qerin brënda. Se punët e mira bëna avash-avash. Pse e thon atë? Se bëhet avash-avash, pak më vonë. Okej, ti e beson, Ornela, ti e beson? Trupin edhe mendjen, jo, nuk e besoj. Ti mendon që është një lajm i thënë nga këta Dembele që duhet me fjet gjumë? Unë mendoj që t'ja bëjmë reklamën si ç'duhet namnamit, se bravo, Adela di këtë gjë. Unë i di këto gjëra. Mendoj që Shikoj që t'ja bëjmë reklamën si duhet namnamit, ne do t'i bëjmë reklamën si ç'duhet edhe lajthizës. Po patjetër. Kafja me ujë pihet. Kështu që kafe pa ujë edhe pa lëngjet e lajthizës nuk ose pa lëngjet e lajthizës nuk shkon. Por unë mendoj se një ditë e mirë fillon që në mëngjes dhe punët më të mira bëjnë në mëngjes. Pastaj se bën se ki mëngjes ose orës 5. Mirë, okay. Se ç'a bën pastaj kur zgjohesh në 5? Është muhabet tjetër, do të them javën tjetër. Çfarë do bësh të 6 pastaj? E të kap një gjumë i mirë, Erion. Ç'a gjumi është? Jarinia. Unë tha zgjohem orës në mëngjes ta, po për shkuar në punë duhet kaloj mbi gruan ta. Po ç'a ndodh aty vonohem ta.
trafik. Okej. Kalojmë pra te lajmi i dytë, për këtë ishit skeptik të dy. Ku keni fjet ju? Ju keni pas dom apo keni fjet në kuzhinë? Unë nuk kam fjetë në kuzhinë. Nisit e shiu, bereqet. Po. Kur kemi qenë të po qa shiu... Bereqet, pra bereqet gjithandej, lek, bereqet. Ishte shi, lagashi? Po. Mi që mora qadrën. Unë kam fjetë në kuzhinë si gjysma e shqiptarëve në atë periudhë, edhe ka dhe bollë familje shqiptare që sot fëmijët flenë. Qëndrojmë këtu, Ornela, se në fakt 70% të rinjve shqiptar flenë në kuzhinë pasi nuk kanë një dhomë gjumit të tyren. Dhe flasim për këtë vit. Po prindrit, që bëjnë ato gjërat që folëm, në që me mëgjes. Po të shi, prindve ju takon se? Tani, e besoni ju që është një shifër, se 70% është një shifër relativisht shumë me lartë, që do të thotë që në familje shqiptare, pjesa më shumë se gjysma e të rinjve... Se po flerë, rëndësi ka të flesh. Si rëndësi ka të flesh, me fjetë poshurës, tu atë. Po, mos e përmund atë se ata që kanë fjetë poshurës bëjnë karierë. Ministra, po. Ashtu, a i loj kërëministri nuk dua t'jem. Dëgjo, po, qa mund të ndodhë kur flije në kuzhinë, për shembull? Zjohesh e ti natën i fusje një... Në habite, që është kjo je fute në një moj? Kur ishim të veqe që fusë një film. I fusje një luk, po jo, mori fusje një luk makarona, mori të soba. Të gjerja ke soba ishte, soba ishte natën. E, sa mund ju të delësua që jemi. Nuk i në makaronat për natën, i mbarojmë që ditën. Dëgjo, e besoni apo jo këtë lajmë? Votoni për po se për jo? Unë e besoj se vazhdojnë akoma, sepse ka shumë familje që janë në vështirësi. Unë them se jo, shqiptarët tani kanë shumë kuzhinë, ose mund të ketë 3 kuzhina. Mendoj që të rinë sot, mendoj dhe atë tjetër, që të rinë sot, largohen nga shtëpia, jetojnë me qëra, e nisin jetën vetëm. Dhe pra flenë kuzhinë? Po, varet edhe nga natyra, mund të kenë edhe frikë natën, zemra. Nuk e di pse kuzhina është ai ambienti më i socializuar. E keni parasysh kur fillon frigoriferi këndon, ja bën... Tu do qatë po ndodhë, pas ka që frigoriferi. Mendojnë që ke daljen ma afer, ndoshta prandaj në kuzhinë nuk e aq frikë. Po, është afer balkonit. Afer balkonit ose daljes kryesore. Okej, mirë, e mbyllim me lajmin e tretë. Dhe do jeni gati të shkojmë kështu në Spanjë? Se janë hap dyert, janë hap dyert për të tërë. Ne jemi gati të shkojmë. Ka qenë një lajm që besoj e keni lexuar dhe ju, se është bërndar masivisht këtë javë në TikTok. Po ti normal, ti lezon për Baldushko, ose lezon për Spanja. Po, se Baldushko e kam tu të lagja. Atëherë, është thënë që në Spanjë mund të shkojnë të jetojnë të gjithë njerëzit, pra turistët e huaj ose rezidentët e huaj, që po lejohen, po, edhe pa pasur pasaportë europiane, që na përfshin dhe në shqiptarët. Pra, unë do t'a besoj këtë dhe sikur ti mos jeti vërtet. Dua që të ndodhë t'ikin gjithë Spanjë, apo s'ka ca plazhe atje, ca gjëra. Se besoj. Ky ka qenë lajmi që ka qarkulluar eksaktësisht me këtë titull, Spanja lejon të huaj të jetojnë legalisht. Unë i besoj të treja lajmet që dëgjojmë sa. Jo, nuk e besoj, sepse Spanja ka bërë protestat forta për këtë gjë, pikërisht për këtë gjë, për turizmin, për mos dëmtuar zonat historike, nuk e besoj. Do na ngele gjishrit këtu. Gjithë rinia, gjithë gjishrit. Po mirë, gjyshrit janë, besoj, edhe pjërësit më të mdhenjë të kafes në mna. Madridi pra, përëndim. Shumë feeling të zjartë ka, shumë kaliente. Barcelona. Dëgjo, sot kemi 2 lajme të vërtet. Nuk e di pse kam rritur këto kohët e fundi dozën e lajmeve të vërtet, kështu që votoni për... Unë jam për 2 lajmet e para. Për 2 lajmet e para. Tjerion? Unë jam për 2 lajmet e dyta. Ja futi kot. Tën-tën. Keli, tën-tën. Tën-tën. Bëj qik tën-tën. Ornela! Tani ka. Jo, flisin telefon, tani se s'ka sham. Më ndiq. Po të kam djekur. Po që më ndogji, po me qëfar valësh folëm në telefon. Pra, lajmi i par i punës para orës 10 në mëngjes është i vërtet. Dhe duke që... Prandaj e fillojnë punën administrat në ora 10, fillim vem pin kafe edhe pasaj në ora 10 fëtëm punë. Pa tjetër, namen, që tani e tutje. Dhe lajmi i Spanjës, dhe pse ka qarkulluar masivisht, nuk është plotësisht i vërtet. Sepse lejohen vërtet të huajt edhe njerëz që nuk kanë një pasaport europiane, por me kushtin që kompania për të cilën ata punojnë online të mos jetë kompani spanjolle dhe të mos qëndrojnë më shumë se 6 muaj. Kështu që këto titujt kanë qenë pak abuziv dhe ky nuk mund të konsiderohet një lajm i vërtet. Po gjithsesi ne Adela do me thënë kuzhina është e vërtet me i fjalë. Pra edhe mund të kemi në një ngasje kështu, Adela tregon gjithmonë të vërtetën. Ju lutem. Adela je brillante. Do na thuash ndonjë gjë të fundit? Jeni ju brillant. Po ju e dini vetë. Jo se di. Po e dinë dhe bardhazistët. Media duhet përmendur gjithmonë.
mos i besoni çdo gjëje që lexoni, edhe dëgjoni. As atyre të fundit tani nga këto gjërat portalet nga këto, Aty, si të doni, deri javës tjetër, si të doni. Mirë, përcjellim me një duar trokitje nga zemra, Adele. Faleminderit shumë. Miru ta kopshim bashkë Adele të premten e ardhshme, se ne do të flasim dhe nesër patjetër. Patjetër.